Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 33 vjeçe, e divorcuar dhe jetoj në Tiranë me 2 fëmijët e mi. Nuk është jeta që kisha imagjinuar dikur, por është jeta që kam ndërtuar me shumë mund dhe sakrificë. Çdo ditë për mua është një kombinim mes lodhjes dhe forcës. Zgjimi herët, përgatitja e fëmijëve për shkollë, puna, kthimi në shtëpi, gatimi, pastrimi dhe në fund të ditës një qetësi e vogël që mezi e arri. Nuk kam shumë kohë për veten, nuk kam luksin të mendoj gjatë për dëshirat e mia, por tashmë jam mësuar. Jam bërë fort pa e kuptuar. Ajo natë ishte si gjithë të tjerat. Rreth orës 9 fëmijët kishin ngrënë dhe po përgatiteshin për të fjetur. Unë si zakonisht vendosa të fus disa rroba në lavatriçe para se të mbyllja ditën. Ishte një rutinë e thjeshtë, por atë natë diçka nuk shkoi si zakonisht. Sa po hapa lavatriçen, ndjeva një erë të lehtë djegje. U ndala për një moment. Mos vallë po imagjinoj. E ndeza dhe asgjë, provova përsëri, asgjë. Në atë moment më pushtoi një ndjesi ankthi. Kur je vetëm, edhe problemi më i vogël të duket i madh. Sidomos në fund të ditës kur nuk ke më energji për asgjë. Ula në divan për disa sekonda duke menduar çfarë të bëja. Pastaj mora telefonin dhe fillova të kërkoj në internet për teknik në Tiranë. Dolën disa numra. Nuk kisha kohë të analizoja, kështu që telefonova të parin që pash. Përshëndetje, kam një problem me lavatriçen, i thash. Zëri në anën tjetër ishte i qetë dhe i sigurt. Ku ndodhesh? Ja shpjegova adresën dhe ai tha që do të vinte. U habita, në atë orë nuk prisja që dikush të pranonte të vinte. Kaluan rreth 20 minuta, dëgjova zilen. Zemra më rau pak më shpejt, pa ndonjë arsye të qartë. Hapa derën dhe për një moment mbeta. Përballë meje ishte një burr rreth 38 vjeç, i gjatë, i rregullt, me një vështrim të qetë dhe një buzëqeshje të lehtë që nuk ishte e sforcuar. Nuk e di pse, por pati një heshtje të shkurtër mes nesh. Një moment ku thjesht u pam. Mirëmbrëma, thaj. Ja ktheva dhe unë me mirësjellje. E ftova brënda, a i hyri dhe pa humbur kohë drejtua në banjo. Ku është problemi, më pyeti. I tregova lavatriçen, ul dhe filloi ta kontrollonte me kujdes. Ndërkohë që punonte, unë qëndrova aty pranë. Mund të largohesha, mund të shkoja në dhomë, por nuk e bëra. Ndoshta nga kurioziteti, ndoshta nga nevoja për të pasur dikë aty afër, ndoshta nga ajo ndjesia e çuditshme që ishte krijuar që në momentin e parë. Her pas here ai ngrinte syt. Shikimet tona takoheshin për një sekond më shumë se sa duhej, dhe pastaj secili kthehej tek ajo që po bënte. Është djegur një pjesë, më tha. A rregullohet? Po, patjetër, do pak punë, por do ta rregulloj. Në atë moment ndjeva një lehtësim të madh, jo vetëm për lavatriçen, por për faktin që dikush po merrej me problemin tim. Ai vazhdoi të punonte për rreth 40 minuta. Unë i solla një gotë ujë. Faleminderit, më tha ai duke më parë drejt në sy. Ishte një moment i thjeshtë, por shumë i ngrohtë. Fëmijët ndërkohë kishin fjetur. Shtëpia ishte e qetë dhe për herë të parë pas shumë kohësh nuk ndihesha vetëm. Kur mbaroi, u ngrit dhe fshiu duart. Provoje, më tha. Ndiza lavatriçen dhe filloi të punoj normalisht. Nuk e fsheha dot guximin. Shumë faleminderit. Sa të kam borxh? Ai më pa për një moment, pastaj buzëqeshi. Do ta rregullojmë. Nuk e kuptova menjëherë, por pastaj shtoi. Më jep numrin, në rast se të duhet prap. Në atë moment e kuptova që nuk ishte më fjala vetëm për punë. Dhe për çudi, nuk u ndjeva në siklet. Përkundrazi, i dhash numrin menjëherë. Ai e regjistroi dhe u drejtua nga dera. Natën e mirë. Pasi mbylla derën, qëndrova për disa sekonda pa lëvizur. Dëgjova zhurmën e lavatriçes që punonte. Një zhurmë e zakonshme, por atë natë më dukej krejt ndryshe.
Si një fillim, telefoni më ra pas pak dhe ishte ai. Apo punon mirë? Buzëqesha pa e kuptuar. Po ja ktheva. Dhe kështu filloi gjithçka. Fillimisht me mesazhe të thjeshta, pastaj me biseda të gjata. Më pyeste për jetën time, për fëmijët, për punën, dhe unë fillova të hapem. Për herë të parë pas shumë kohësh dikush po më dëgjonte. Jo si nën, jo si përgjegjësi, por si grua. Filluam të takoheshim në fillim për një kafe, pastaj më shpesh dhe gjithçka erdhi natyrshëm. Pa presion, pa premtime të mëdha, vetëm me një ndjesi të qetë që rritej dita ditës. Ndonjëherë kur e mendoj gjithë këtë histori më duket e çuditshme, sepse nisi nga një problem i vogël, një lavatri që e prishur, një telefonat e bërë pa menduar shumë dhe u kthye në diçka që nuk e kisha planifikuar. Jeta ndonjëherë nuk të jep paralajmërime, por të jep momente dhe varet nga ty nëse i sheh apo i lë të kalojnë. Unë atë natë vendosa të hap derën dhe me sa duket, jo vetëm për teknikun.